Më sillni talentin dhe imagjinatën. Dhe çfarë do të realizoni këtë javë, do ta gjeni të fshehur këtu në natyrë. Dhe jo vetëm frymëzimin do të gjeni të fshehur, dhe diçka tjetër. Tema për këtë javë është vjeshta. Ki parasysh që këtu do vendosësh votën jotën? Mbyllet komplet veshja. 2 orëshin e fundit që rrini me modelën e shef gjatësisë. Unë dua t'i tregoj jurisë që jam shumë tepër nga ç'mendojnë mendojnë ata. Ndoshta më mirë nga këta tjerë. Zerot që unë i dash stilistëve javën e kaluar, kam bërë mirë profesionalisht sepse këtë javë janë më kreativ. Unë shoh amshiten rrobat, që unë shkoj në ekzibicion, a jam gjendje me pagu rentën e pagu punëtorët e mia. Mua më duket shumë klishe si veshje. Diçka që e kam parë. Është munduar të sjellë stilin barok, ke shumë gjëra brenda një fustani. Është shumë klasik modeli që nuk është të ke guxuar shumë. Ky është edhe qëllimi i kësaj gare. Ju të gjithë do vjeni gjatë gjithë kohës në vështirësi për të krijuar. Nga gara sot largohet dritoni. E dija se çfarë po bëja dhe dija se po bëja një punë shumë të mirë, edhe nuk e prisja eliminimin. Fituesi Albanian Designers Competition do të sigurojë një atelje të kompletuar. Do të ketë mundësi për të qenë me krijimet e tij në kopertinën e revistës Living. Do të fitojë një udhëtim në Milano, ku do të marrë pjesë në javën e modës, janar 2020. Do të ndjejë koleksionin e ri të markës Nenet, si dhe do të ketë mundësinë të vizitojë ateljen e kësaj kompanie, ku do të njihet me hapat e zhvillimit të veshjeve të Nenet. Përshëndetje. 3 prej jush janë larguar, tashmë keni mbetur vetëm 7. Sfida e kësaj jave për ju do të jetë mjaft interesante, por përpara se t'ju them atë, do të zgjidhni modelet që do të prezantojnë veshjet tuaja këtë javë. Si gjithmonë, për modelet tuaja vendos Fatja. Vjosana ti ishe fituese e javës që shkoj, që do të thotë sot do të zgjedhësh e fundit. E para që do të zgjedhje është Labentina. Adea. Pata fatin me zgjedhë para, masirën e kalu me më konë në botëm. Edhe zgjedhë mrani modele që më pëlqen shumë Adea. Edhe ka një smar për mu që kjo javë. Geraldina. Sara. Modele që mra ishte Sara, që unë s'do i doja, sepse është i qikë shkurtër, edhe për modelin që kam s'do ditë të bukur. Arbrian. Brikena. Brikena është një nga për modeleve që shumë mirë i prezenton veshjet, që shumë mirë. Alberta. Elda. Karo Elda, modele. Dhe më mësu shumë se shumë e mirë. Rea. Në shorte mëra të ke modele në Rea, nuk kam punuar asnjëherë me Rea deri tani. Tanja. Vjosana. E fundit që ka ngelur. Alvara. Nuk është se kisha pasur më parë, po duke e parë të këtë tjerët më pëlqen si modele. Erdhi momenti për t'ju prezantuar me sfidën e re që do të keni këtë javë. Kritikët thonë se moda ka një tempull të shenjtë. Keni ndonjë ide? Mendoj për Lagerfeld. Unë mendoj se Chanel. Vjosana. Mendoj për shtëpinë e modës Dior. Nuk keni ndonjë ide të tjerët? Armani. Okej. Ju do të krijoni këtë javë si të ishit pjesë
e këtij tempulli? Është fjala për shtëpinë e modës Chanel. Ndaj tema për ju është të krijoni si të ishit stilistët e Chanel. Dita sot ka nisur shumë mirë, kemi marrë një temë shumë të mirë, shumë të lezetshme, që më pëlqen shumë. Chanelin e kam, Coco Chanelin, Gabrielën, e kam një prej ikonave, ka pëlqyer shumë filozofia e saj, brendi që ka kriju. Është njëna prej temave që është shumë për mendim tanë, është vështirë më realizu edhe është vështirë me ndërthur stilin tonë një formën veshjet Chanel. Por keni në vëmendje, kjo temë nuk do të thotë që ju të sillni veshje që stilistët e deri tanishëm kanë krijuar për Chanel. Ajo që duhet të sillni ju, duhet jetë një veshje që ta rrezatojë markën Chanel, por juve të sillni risi në të. Duhet të mendoni si të ishit pjesë e kësaj shtëpie mode, por duke sjellë frymën tuaj. Pak skeptike për temën, me thënë drejtën. Tani ju ftoj të më ndiqni, dua t'ju çoj diku. Ju ka marrë malli të shihni një film në kinema? Sot këtu në fakt nuk jemi vetëm për argëtim. Do të sjellim edhe një herë në vëmendjen tuaj historinë e një gruaje të guximshme dhe të talentuar, e cila arriti të krijojë një markë që qëndron ende edhe sot në majat e modës. Do të shohim filmin që i dedikohet jetës së Coco Chanel. Now, at the age of 70, she's returned from her self-imposed exile to make an eagerly anticipated comeback. The fashion world is holding its breath. Today, the legendary designer is unveiling her first collection in more than a decade. Momentin që pash filmin, isha deri diku në ide çfarë do të bëja për veshjen e kësaj jave. Pa do elemente që më inspiruan më shumë, po kryesorja ke shërpashën Chanel e mas pari u konë dizajnere, mas tani u konë stiliste, që e ka kriju mas pari një veshje për trupin, për përditshmërinë, për funksionalitet, mas ne i ka këshyrë në gjyrat, që shporin me zveti. Edhe që ka me konë pika kyqe në dizajn që ka me kriju me konë një veshje funksionale. Frymëzimin që morët, nxitoni ta derdhni mbi skica. Unë ju pres në pasarel. Filmi që pam për Coco Chanel në inspiroj shumë, për mendimin tim se nuk e di për tjerë, sepse na qetësoi dhe na dha shumë ide se çfarë ka bërë Coco Chanel në ato kohë. Elida stilist. Shëndetje. Shëndetje, si jeni? Mirë. Si po e gjeni veten me temën? E kishit menduar se do të ishte kjo? Jo. Okej, më vjen mirë pra. Produksioni ka arritur sërish të surprizoj. Të them që kjo është një ndër temat të rëndësishme të këtij kompeticioni, sepse mbart me vete një emër shumë të rëndësishëm, ose ndoshta emrin më të rëndësishëm të historisë modës botërore. Kjo nuk duhet t'ju friksoj, unë mendoj që kjo duhet jetë pika e fortë e inspirimit që do të keni për të krijuar veshjen. Çfarë më duhet ju them? Di t'ju them që Chanel ja doli. Ishte një nga ju dhe unë do dua shumë që nga ky kompeticion të dalë një tjetër Chanel. Pse jo? Do doja shumë të mos vini kufi, por fantazia juaj të jetë në 360 gradë.
Nuk do të thotë kopjoni Chanelin, nuk do të thonë kopjoni atë çka keni parë nga Chanelin gjithë këto vite, por do të thotë ju t'i propozoni shtëpisë modës diçka për të cilën ajo ndoshta do ta priste me shumë dëshirë krijimin tuaj. Më duhet ju komunikoj dhe dy gjëra shumë të rëndësishme. Që siç e dim është buxheti dhe koha në dispozicion që keni, janë dy gjërat më të rëndësishme gati. Shoh që ka shumë çudi dhe kurrësi në tuaj, por produksioni i Ferrat është treguar tolerant. Ka përdorur buxhetin prej 10.000 lekësh të reja për të blerë materiale. Mendoj që janë shumë mjaftueshme dhe 2.000 lekë të reja për të blerë aksesorët. Koha në dispozicion nuk do të lëviz, do të jetë një kohë prej 4 ditësh. Dhe mendoj që është dhe kjo mjaftueshme për të realizuar një veshje të inspiruar por jo kopje të Chanel. Ju faleminderit. Do të di për pak se shoh që skicat nuk i keni nisur ende, jeni akoma në përpunimin që ndodh në ndërdijen tuaj. Do të vi të shoh çfarë ndërdija juaj ka hedhur në letra për pak. Shëndetje, ka filluar puna? Pëlqen shumë teknika sepse po shkon drejt teknikës turjes, që është edhe baza e fillimeve të Chanelit. Por për logjik të shkojmë më tepër të s'është pak më çmendut, nuk është kaq skematike, drejt, rregull edhe. Do kisha shumë dëshirë që të përdorja këtë lloj forme, edhe pse e di që punë ka shumë. Ardit i pëlqej shumë ideja e thurjeve, edhe ma provoj skicën edhe idenë. Është pak problemi i kohës, po besoj që nëse hi taman me kokë prej fillimit, po më ne që ja dalë. Ngjyrat nuk i kom vendos hala, për shkak se po du me pa çka po më ofrojnë materialet. Kam menduar të bëj përplasje midis kokos dhe Karlit. Është surprizë që ta sjell. Edhe jakat e Karlit, domethënë, duke kthyer pak më të mashkullore këtej dhe pak më femërore këtej. Përplasje midis burr mashkullores dhe femërore. Më shumë më inspiroi pjesa, domethënë, se si ajo ashtu në vështirësi guxoi dhe ja arriti sa pjesa e stilit të saj, le të themi. Fustan xhaket, si të përdi tash marrë të materialet çfarë kam marrë. A më duk më shumë si pall, ta. Kuptova, një pall po. Ashtu. Ngjyra? Ngjyra që kështu i këshyr ngjyra, se më ka di. Ose na shti po shkoj me ngjyra tokës. E kom bu një fustan xhaket prapë edhe me kopë. Sa dihet se kopsat janë pika ime e fort, kështu që më përshtahet të shumë se dhe Chanel i ka përdorur gjithmonë. Po du me bu një xhaket. Me mëngët pak të dala, me sa kuptoj? Po, me mëngët pak ma dalë. Xhaketa do të ketë diçka poshtë, po do të ketë? Për funde, tash po mendoj me bu një këmish, po s'po di njëra me bu, jo me dyshe me qato njëra, edhe një par pantallona shumë gjona. Ma gjona se... Materiali do të jetë i lesht? Jo, i shtatë, po mendoj. I lesht? Po, i lesht. Kur e pas kitën time nuk është që e dha ndonjë reagim, po më duk si ma vone me hije me dije që jo në hapat mirë, kështu që me vazhdu. Do të më duhet skicat i kem të gjitha për rreth një orë të skicuara dhe të ngjyrosura që t'i vendosim në vend. Faleminderit shumë. Unë mbarë. Kur shkum të përzgjedhja materialeve, isha pak konfuz se nuk e desha cilat materiale me zgjedhje dhe isha shumë e dyshe dhe nuk e desha saktësisht për çka me vendos, se kisha shumë zgjedhje, sa që kisha shumë mendime në kokë, sa që nuk më isha me bu një kombinim qartë. Jom nis ke tjetër, çka më dol krejt diçka tjetër.
Se mora një material kështu të me thurje, taman material tipik që ka përdor edhe Chanel. Edhe po pëlqen shumë ngjyrat nuancat pastel që shi përdor gjithë. Të copat ndryshoj plani pak, se nuk i gjeta materialet që i kom planifiku në fillim. Shku me planin bë, po prap jam e kënaqur. Sa po hyra te Juri, domethënë me shikim të parë thjesht e dashurova te copën. Shpresoj të më dale shumë mirë, domethënë siç unë e kam menduar. Me njëherë vrapova të sektori i pullave, i gjeta do të pulla shumë të bukura me detajet bardha dhe ceza. Për pak kështu haru me bledhe shumë sende tjera, t'ja fillu t'ja starit, frazelinën, kronolinën, kështu mbet në përgjys, po që gjatë rrugës më kujtun se në momentin kur shkoha te sektori i pullave humba, tu lyp pulla, kur e bona përzgjedhjen e pullave, do me thonë, mendova se mbarova dhe vazhdova me dalë, po jo më kujtu gjatë rrugës se kam e bledhe shumë sende tjera. Jam munduar të mos bëj modele shumë impenjative, duke marrë parasysh sa kohë kemi. Mendoj të sjell diçka të re, por që jo domosdoshmëri duhet bëja xhaketa ose palto. Kemi filluar me punë që në gjes, me prerjen e xhaketës. Po këtu fillon dita për mu të prerje e copës. I kom përdor do prerje dhe këto të pjesa poshtë do falta që më duk pak më interesante dhe pak më ndryshe. Për shkak se unë në javën e parë kom përdor xhaketën Chanel dhe po du me ik pak asaj, që mos më duk prap njëjtë. Pak të që dita kur pash se krejt konkurentët, ndodhët krejt. Përveç Erionit, kanë marrë atë copën që tipike e Chanelit me thurje me, që dojtë që në fillim e kom planifiku me kriju vetë, edhe u gëzova që nuk shkova me qatë idejnë e parë. Nga materialin ndryshim që ka marrë nga konkurrentët e tjerë, besoj se pse jo mos shkëlqejmë pastaj këtë javë. Nuk e dija kam na penalizu fakti që kreti ke materialet e njëjta, po tekstura ndryshon edhe stili i veshjes. Do shtë të na penalizoj pjesa e copës, pasi copa me thurje është tipike e Chanelit, edhe nga Juria do marrim ndoshta kritika negative pse kemi zgjedhur një copë të Chanelit. Ma herët kom thënë që Erioni kam e menu që kam e dështu që t'javë. Peshoj që i ka bu të zgjedhjet sigurta dhe më pëlqej shumë që ka bu deri shtash. Spedis më pëlqen shumë puna e Vjosanës, po Vjosana ka imunitet, ndoshta përshfrytëzon imunitetin. Thjesht kam shumë punë, e di që kam shumë punë. Të mundohem që t'jap kuraj vetës edhe forca. Sa herë që guxan me bu diçka tre, gjithë janë gjasat me dështu. Se cilën herë kom pru diçka tre edhe kom guxu me bu diçka dhe gjithë kom pas mendje që nashta kom me dështu. Probabiliteti deri tash që kom bu 4 veshje, 1/4 ka dështu nuk është keq. Se të 4 unë kom prurje 3 për mu. Ka fillu të bëj kapele, doa të bëj dhe një çantë me perla,
edhe dërashka. Është modeli më i thjeshtë, është një prerje gjakete e thjeshtë, vetëm ndryshim do ketë në trupin e modeles, pasi aty do bëhet prerje dhe hapja e jakës. Edhe fundi është një fund rrjet i thjeshtë, pastaj është punimi pas provës. Sanin e kumë po gati, është gati për provë, tash po vina me do detaje, do filete. Unë si që kam i parandin që më duket se do ikë, po këto Chanelit më duket se do më kërkaj. Nga gjaketa që kam bë, po kam qapa. Jam në ato gjonat më të mija. Vetëm gjakete si kam në shumë rëndësi, pjesën e fundit të letë thjesht. Përgatitjet për provën e parë janë të shku mirë, edhe pse nuk kom hala kur gati për provë, po jam të mundu deri në rëndit pak të mi kry do sa në me pas. Pak të në gjaketën edhe pantollat për provë kaq. Për provën e parë kom gati veç një këmish. Se alo se kom gati copën për palton, që më të e thur vetë. Edhe më lodh, edhe më kanë dhimë të më skujt e durve të natën, edhe shpina për më dhanë, edhe i rash pishman për krejtë që ati dej, po qa me butesh. Erion, më pëlqen pa fund linja që ke ndjekur, elegante, klasike, në rregull, dhe në qoftë se nuk i ngjan shumë Chanelit, janë ngjyrat që e bëjnë, që shkojnë drejt Karlit, bardhëzi, por a është e mjaftueshme vetëm kjo kravate bardhë? Në gjithë këto mori të zezë, sepse kur ti heqësh, do dali shumë e zezë, kur ti heqi mildin. Edhe, prandaj, do thotë, ti, ja kaq, do të thënë, fillo mendoje ku mund të fillosh vendosësh të tjera. Mund t'i e gjen vetë, do të vi organikisht e gjitha, më kupton? Dhe pastaj një detaj tjetër që është shumë i rëndësishëm është çarja e mbrapme. Për pjesën e fundit. E ka të nevojshme që ti do t'ja maskosh që të mos jetë vulgare, të mos bëhet vulgare. Metodën e kësaj? Po, mund t'ja punosh me metodën e asaj, pa diskutim që duket nga mrapa. Uroj që të mos e rëndoj, po nuk besoj që do ta rëndoj. Okej. Më kupton ta punosh lehtas, jo shumë të dukshëm, po që ta lehtësoj vajzën kur tec. Kupton dhe? Po këtë filetin. Ky është një okej, është një zgjidhje shumë e bukur që ti po jep. Po, mund të punosh njërin nga këto filetet, ja vetë gjete. Këtë filetin që ti mund ta punosh vetëm filetin e sipër deri në fund dhe e ke të lidhur. Dhe pastaj siç më thek edhe këtë pjesën këtu që e ke të bardhë, po prapë është zgjidhja jote. Faleminderit. Unë e mbar edhe uroj shumë që deri nesër ta kemi gati sepse ti e di sa punë ka. Po. Po që se punon, normalisht që mbaron dhe punë shpejt. Është një formë ndryshe. E punës. Nuk është që më reflekton shumë Chanel për gjithë vërtetës momentin e parë që e shoh, përveç përdorimit të kopsave dhe xhepave. Po. Di që në skic ka qenë këmisha e hapur? Jo, kështu ka qenë, është hapur nga mbrapa. Është hapur nga mbrapa. Domethënë gjithë jaka, siç është kama jakës, do ja montoj mbrapsh që t'i vitin mbërthet këtu. Po, e kuptueshme ajo. Atëre, çfarë do të ketë këmisha, kështu do të jetë? Do ketë jakën, domethënë jak bebe dhe jak kështu, dhe gjitha do mbushet me ato aksesorët që tash. Që ke marrë? Po, edhe mansheti këtu. Po, unë nuk kam shkuar me Chanelin tradicional që është parë edhe është fiks të reflektoj direkt. Kam zgjedhur stilin Bangkok edhe stilin domethënë Chanel Cruise. Albert, ky fustan palto? Po, fustan xhaketë unë e veshë. A palto. Nuk më duket xhaketë më shumë. Okej. Fustan xhaket, si duash ta quash? Për dimrin e Tiranës kjo është një palto. Për dimrin e Kosovës ke shumë drejt, kjo është një xhaket. Kështu që këtu ndahen rrugët tona. Po. Ky fustan xhaket. Me që do ta çojmë Kosovë. Po. Më pëlqen shumë linja. Faleminderit. Më pëlqen, por e vetmja gjë që do të kërkoja pak kujdes është monokolori i përdorur. Është pastel e gjitha. Gjej diçka për ta, siç më the që do t'i vendosësh detajet do ta bëjnë kopsat, do ta bëjnë shumë. Dhe kopsat këtu. Jaka.
Më nga besoj që do të ketë vendosur një manchet, po? Po, që kërkon. Ti ke dhe punën më të vështirë këtë javë, po thash paraprakisht, ti ngarkove vetës. S'kemi qa me bo. Skica më pëlqen shumë. Shumë, më godet. Edhe uroj që të kemi të pak në 80% skicës këtu. 100%? Vërtet? Okej, më gëzon shumë atëre këtë fakt. Këtë e bisedua me di dhe veti që kjo duhet qëndroj pa diskutim këtu. Pjongoja mund tjetë pak më e dukshme se shumë e vogël, mendoj. Ti që shkon gjithmonë guximshëm, bravo të qoftë, unë zota kisha bërë që të shkoja të kombinoja këtë material me këtë material. Më thënë, unë do kisha shkruar një material lisho poshtë, më safety, më sigurt, pa dizenjo. Por që ti shkon kështu edhe bravo të qoftë. Kam shumë punë hala. Kam e shtu hala detaje do fije metalike. Inshallah e kry me kohës, pëti. Kemi këtë pantalloni me dizenjën e famshme Piet de Poule, franceze, që është ka... Këtë pantalloni rinë shumë mirë për gjithë vërtetës. Do shaj vëllë vinë mes? A një vizë në mes? Po, mundesh. Që t'japi më dimension pjesës për pare? Mundesh. Nuk më shqetëson fare, dhe kështu në qofë se e shoh. T'i vë dhe një rip? E shoh në skicë. Ke shumë punë, ke pjesën sipër me për të bërë, janë dorezat për të bërë, pjesën sipër unë besoj që nuk e tamam nevojë për modele, sepse duke qenë që është një gjë e madhe. Po gjithse do ta provojnë. Pa diskutim që do ta provosh, po mund ta presësh dhe mund ta realizosh të shkosh gati afër 90% që derisa të vi modelja, sepse nuk do kesh kohë pastaj. Nesër mbasi do të merrem aksesorë pas të mbaroj këto. Cilat janë aksesorët? Kapelja dhe dorashka. Okej, uroj të kesh kohë. Jemi gati as 12 orë larg punës që duhet më dorëzosh. Unë të mbarë, nuk unë të mbaj më tepër. Faleminderit. Okej, stilista, ashtu si që kisha parashikuar, Chanel nuk ju ka të rrethuar, dhe ju nuk keni të rrethuar atë. Ju ka frymëzuar gjithve, edhe mendoj që do të kemi një pasarel shumë të mirë këtë javë, dhe dinjitoze. Vetëm, është në pyetje koha. Arbian, jam shumë në tension derisa ta mbaroshet me hapësh në dorë. Ti do më krijosh heart attack. Nuk e di kur do ta kem veshjen tënde në dorë, po mendoj që do arrish. Okej, po. Mendoj që duhet të arrish dhe ta kemi gati për sfilatën. Faleminderit, ju uroj gjithëve shumë sukses dhe punë të mbar në vazhdim, sepse mendoj që do më nderoni këtë javë. Faleminderit. Mirupafshim. Fituesi Albanian Designers Competition do të sigurojë një atelje të kompletuar. Do të ketë mundësi për të qenë me krijimet e tij në kopertinën e revistës Living. Do të fitojë një udhëtim në Milano, ku do të marrë pjesë në javën e modës, janar 2020. Do të ndjejë koleksionin e ri të markës Nenet, si dhe do të ketë mundësinë të vizitojë ateljen e kësaj kompanie, ku do të njihet me hapat e zhvillimit të veshjeve të Nenet. Në ke preja starin me? Jo mi zemër se bëj, jo, e kom lënë të falë, dhe e bëj. Ka puna jo? Jo, pëse nuk java mëndë. O Gera, ti kote pret për provat, sepse manikini fix edhe pak i madhi ti qëndroj, nuk ka problem o gotë, se gjaket është. Ja shumë në tërprim, vizarë, si t'ja bëj hapje. Qa duash bë, po ke shumë punë, gotë. Kemi kryar një marrëdhënie shumë të mirë, të treja së bashku. Mendoni ju gëta? Po, na kanë gjitur. Po. Muhabetin. Jemi shumë mirë me njëra tjetrën. Jemi rehat. Unë mendoj se jemi të hapura edhe çiltra me njëra tjetrën. Jemi pothuajse gati njëtat tipe. I kemi gjërat në troç. Kemi gjë për të fshehur. Alberta është më e ftohtë. Edhe nuk na afrohet shumë. Të meriton fitoren. Edhe të gjej tani. Regjia që tim. Po se bërë Erioni gjaketën tamam, kush dhe bërë? Qanë gjaketën. Po, tamam. Shive, goca. Mendoj që këtë javë kam shumë gjasa që të jenë edhe fitues normalisht, sepse e pres vetën të gjaketat të jenë fitues.
shoku për neve, i këtu më thërë se me punu. Po, Eres, po merë me ty, unë po shikoj kapelen pasqyrë aty. Pra jetëm pengu. Edhe kisha lënë për fund kapelen dhe tani jam akoma duke qeku dhe jam në të kelet e fundit. Kam emocione, të ke emocione. Çfarë më thot Juria? Po tash mbetet me pa. Mendoj se do eliminohet. Se s'ka kreativitet vishë, është Coco Chanel shumë. Unë po mendoj se është Dior më shumë. Cop është Coco Chanel. Vetëm materiali është Chanel. Përshëndetje. Si jeni? Keni efe, tension? Pa diskutim, është java e 5, tashmë jemi miq. Por për pak kemi sfidatën. E ndjej tensionin tek ju. Modelet do të vinë pas pak minutash. Juve keni edhe 2 orë kohë për të bërë gati për sfidatën. Ju lutem merrni masa që çdo gjë të shkojë në rregull me veshjet dhe me përputhshmërinë e tyre në trupin e modeles. Kur të vit ju marr, duhet të jetë gjithçka gati sepse do të shkojmë së bashku në sfilat. Faleminderit, suksese të gjithëve, edhe besoj që do të jetë një natë plot emocione. Do të shihemi. Leftar, flokët kemi ndonë për prej mesit edhe kemi ndonë kështë mbrapa. To pozjove që kemi ndonë, kaqë. Flokët thjeshta të kafe, dhe bu për shkjusë. Paga, do të sa për shumë. Edhe buzën thjesht me shkëllqysë, gjë thjesht. Flokët i du krej klasike, në fund që tu me një topos, për që atë buzën kërë apo një lidhë dhe qëto. Lidhën këto, në rregull që kështë. A mundesh pak me bomat theksume qëto blush të sytët dhe faqet, vish në qendër, edhe pak më shumë highlight. Okej? Faleminderit. Stilist, jemi gati? Gati për të përballur me Jurin. Vazhdojmë atë. Përshëndetje stilist. Tashmë keni mbetur vetëm 7 konkurrent. Ky spektakël në fakt funksionon ashtu siç funksionon edhe industria e modës. Një ditë mund të jeni në modë dhe ditën tjetër jeni jashtë mode. Ndaj edhe sot njëri prej jush deri në fund të mbrëmjes do të jetë jashtë kësaj gare. Sfida juaj e kësaj jave ishte të krijoni si të ishet stilist të shtëpisë së modës Chanel. Detyra juaj ishte të kalonit vizionin e kësaj shtëpie mode. Juria do të jetë ajo që do të gjykojë dhe do të votojë për të gjithë ju. Do të votojë jo vetëm për më të dobtin, i cili do të largohet sonte përfundimisht nga gara, por edhe për më të mirin e javës, i cili do të fitojë imunitet për në javën e ardhshme. Krameje në juri, edhe këtë javë është Joni Peçi. Përshëndetje Joni. Jemi sërish me Jonida Maliqen. Mirëmbrëma Bora, më e kur sot. Gjithashtu edhe ti. Dhe e ftuara speciale për sot është Drenusha Xhara. Stiliste nga Kosova, por që ka veshur kaq shumë personazhe të njohur shqiptare të huaj. Drenusha, mirë se erdhe. Faleminderit shumë bukur dukesh. Faleminderit shumë. Atëherë ne po presim me padurim të shohim veshjet tuaja sot. Kështu që le të nis sfilata. Kur e pash që reja po kalon në pasarelë, mua më pëlqeu shumë veshja. Gjithë detajet ishin fiksa ashtu si kishim menduar në skicë. Ndjeva shumë mirë, më pëlqej kjo modelja, veshja, ma prezantoj veshjen tepër mirë.
modelja, kështu se isha shumë e kënaqur. Po dyqysh u përshtajt me temën, u përshtajt me stilin tem, edhe po mendoj që ka qenë shumë e bukur. U emocionova shumë kur e pash veshjen, se ke une, po ke në që dash me bune për Chanel. E din krejt se Chanel është një brand klasik edhe nuk mundesh një linjave të Chanelit. Unë prapi kom dajt besnik linjave të Chanelit, ku e kom pru stil ekstravaгаncën tem, i kom pru prerjet, i kom pru hapjet. Kur e shoh tani modelin e pasarel, mendoj që duhet të heq qizmet. Në momentin që modelja më ka dalë pasarel, u emocionova shumë, se mu do që kom bo një punë të mirë, e kom trajtu temën mirë edhe ka shumë e kënaqur edhe shumë emocionume. Kur e bën një veshje nuk më gjitë kur e shef shumë, edhe të më drejtën mendova që është hajtë është diçka kështu normale që mund bëhet. Po në pasarelë është shumë ndryshe sepse pasqyrohet gjithë puna që ke bërë në veshje. Pëlqen, është stili ku unë gjej më shumë veten. Kam zgjedhur stilin Chanel Cruz, e cila është më shumë stil mashkullor se sa femëror, por të sjell në mënyrën time. Stilistë ju falenderojmë për punën e madhe dhe për idetë e bukura që keni sjellë edhe këtë javë, edhe natyrisht një falenderim shumë i veçantë shkon për modelet profesioniste të Grace Models, të cilat çdo javë prezantojnë në mënyrën më të mirë veshjet tuaja. Tani mua edhe pjesëtarëve të tjerë të juris do të na duhet pak kohë për të vendosur pikët për ju. Mund të largoheni? Stilist, ne morëm kohën tonë për të votuar për ju. Dua ta pranoj në fakt që ishte vërtet shumë e vështirë dhe nga java në javë bëhet akoma më e vështirë për të vendosur për ju. Megjithatë, si në çdo garë, dikush duhet të largohet dhe kjo do të ndodhe edhe sot. Njëri prej jush do të largohet. Ne e kemi marrë vendimin tonë, ndaj do ju lutesha të afroheni të gjithë. Ai që do të dëgjojë emrin duhet të bëjë një hap përpara. Vjosana. Marcela. Ndryshe nga herët e tjera, në dy emrat e parë që tira, është në fakt stilisti i votuar më pak nga juria. Dhe ajo është Vjosana. Por ti ishe fituesja e javës së shkuar, ndaj imunitetit të shpëton nga eliminimin në këtë javë. Prandaj Vjosana, shihemi javën e ardhshme. Gjithashtu edhe me ty Marcela, shihemi javën e ardhshme, je shpëtuar. Realisht nuk e prisja, dhe më thënë që t'isha me më pak pik. Besoj se juria, dhe më thënë, gjykoj për pjesën e sopave, dhe më thënë, linjave
femërorit, çka Chaneli sjell. Pak në djeva mirë që isha të sejpë, se kam 2 javë që më ballem me urinë dhe më kishte munguar kjo shqetësia që ka persona që zgjidhen dhe ikin kalojnë direkte. Ndje? Që ditu? A thash fillimi që në fillim, që për zgjedhjen që bërë, që shumë e guximshme në zgjedhja jote. Atë mund të analizonte. Ta thash? Po, sepse ishte ideja që ne të krijonim për Chanel, jo të zgjidhnim copën e gatshme dhe të dukesh të Chanel. Po, s'ke një njeri që prodhoi një copë për Chanel. Jeni vetëm 5 dhe mes ju të 5-ve janë 3 më të dobtit dhe 2 më të mirët. Dhe lutesha modeleve t'ju bashkohen. Atëherë se në çdo javë do t'ju lutesha një nga një të vini në pasarelë dhe të tregoni diçka më shumë për veshjet tuaja. Erion? Unë kam vendosur të bëj një kostum sipas shihet mia. Kam luajtur me pjesën e xhepave. Kam vënë një të detaje dhe mëngës. Filetot e xhepave kam bërë një xhep domethënë deri te pjesa e mesit të mbrapme. Pjesa kollarësh është me pjesën e zinxhirit që hapet me gjithë xhaketën, që do t'japi idenë kravatës. Zbërtheje pak më tepër modela njërë, ta shohem. Ka zbërtheje? Zbërtheje deri diku. Shumë interesante, vërtet. Në fakt, ajo që bie më shumë në sy tek veshja jote është cilësia e punës. Faleminderit. Është e qepur perfekta. Po se kam punuar punim dore komplet. Joni, për ty? Për mua është shumë interesante si veshje, sepse tema është e Chanelit, por gjëja që më pëlqen te kjo veshje është që është larguar shumë nga linjat e Chanelit. Gjë që do thotë është bazuar ke ngjyrat bardhëzi që Chaneli ka marrë detajen e kollares, por nuk ka lidhje me Chanelin si veshje kjo, është një gjë komplet tjetër. Dhe prandaj më pëlqen. Tema vërtet ishte të punojnë tek ateljeja e Chanelit, por është të punojnë duke bërë revolucion me linja dhe arkitekturën që dizenjat që Chaneli ka, për të sjellë frymën e tyre. Dhe unë mendoj që e kam mbritur, e gjam mirë. Jonida. Duket sikur ke bashkëpunuar me Karl Lagerfeld. Më pëlqen shumë realizimi, detaji i mëngës me pjesën këtu, sidomos tek fundi. Gjithçka është perfekte, bravo. Faleminderit shumë. Edhe për pastërtinë. Duket që ke punuar fort, edhe ja ku është realizimi. Të gjithë të lumtur. Drenusha? A mundesh edhe një herë me u sill mbrapa se detalen e xhepit? Okej. Sporet përgëzoj për pastërtinë dhe për realizimin. Janë ngjyrat e Chanelit, mirë po nuk di, ndoshta në pjesën e fundit kisha... Kam luajtur edhe me gjatësinë e fundit, sepse Chaneli stati ka si për gjurit dhe unë s'doja të bëja diçka fiksi Chanel. Po sigurisht, që me e sjell një frymë tren Chanel, po kështu në përgjithësi plisea e ke realizu vetë, bravo. Përgëzoj kur mos u nal me këtë pastërtim as pari punës. Shumë faleminderit. Faleminderit Erion. Faleminderit. Më pëlqyen shumë komentet e Juris, sepse unë e di çka kisha bërë te pjesa e xhaketës, është punim dore normalisht që është plus lodhje, por është edhe kënaqësi kur e mbaron një veshje në punë dore. Geraldina. Kam zgjedhur materialet e Chanelit, kam vendosur detajet e xhepit, kam përdorur kopsat edhe detajet të dalë të thjet. Pjesa poshtë e fundit, edhe dorezat e Karlit. Pyetja ime për ty është fillimisht çfarë ke sjell ndryshe, çfarë i ke shtuar ti Chanelit? Kam munduar të lëviz me jakën, të sjell diçka ndryshe tek pjesa fund që të bëj lidhje në fundin me nga një fund i thjesht, diçka të dalë me fije, siç është prerë vet. Edhe kam munduar të sjell atë frymën time klasike, që më pëlqen shumë. Okej. Jon. Jemi dy jo. Janë dy. Jonida atëra, filloj me gocat.
Për mua është shumë Chanel dhe nuk shikoj personalitetin tënd këtu. Mendoj që xhaketa nuk është realizuar mirë, sepse ato kopsat nuk arrit do t'i perceptoj, janë drejt, janë paksa anash, si e ka realizuar mbylljen këtu, më duket si një saje. Si është realizuar atje mbyllja? Pjesa këtu është realizuar nga që i hoqëm kupat, është realizuar me dorë. Dhe s'ka mundësi do që ta heqi, duhet ta shqepi me gërshër. Po, tani për tani. Kapelja je munduar prap, për mua nuk është realizuar ashtu si kurse duhet jetë një kapele e ngrirë. Po. Dorezat, do me thënë, është, nuk dua të përmend fjalën plagjatur apo e kopjuar, por nuk të shoh ty. Shoh shumë Chanel të realizuar, jo aq pastër sa që janë veshjet e tjera të kolegëve tu. Jone? Kjo është sfilat e Chanelit, titulluar Vulkan, që është bërë para 6 viteve, mos gaboj, ku tutuja u rivizituar sërisht me stofin e Chanelit, duke u bërë këto prerje që të çojnë ke ideja në qika e situatës klas, por edhe rock, edhe në qikë më vintage, më e vjetër si gjë. Jo gjithmonë kur jepet një temë fikse duhet shkojmë dhe të bazohemi, të jemi tek shtëpia e modës apo të imitojmë mirë shtëpinë e modës që bëjmë, por duhet të mundohemi të bëjmë gjëra të bukura, interesante, duke dhënë nga vetja, por mbi të gjitha komoditeti për veshjen dhe mbajtjen e klientit. Sepse në këtë rast shikoj për shembull këtë jakën që është goxha interesante, por që është thjesht show skenografik i momentit, gjë që nuk të krijon komoditet tek femrat për shembull për ta veshur. Drenusha? Sa i përket xhaketës, për moment nëse e kishim përdorur ashtu për në rast skenik, it's okay. Po komoditet, sidomos pjesën mrapa, është shumë i mbledhur, si e xhaketa në fakt nuk e ka atë qëllim. Po kështu nuk është që diçka e re, është diçka, unë veç kom prit që për shembull me eksperimentu, diçka që me prun gjithmonë duhet me pry, kur sidomos nëse punsojnë një dizajner tri, një shtëpi e modës, duhet me mbajt linjën, mirë po me pru diçka një frymë tre, diçka tre çka ka mungu në atë kompani. Dhe në momentin që këtë copë ta bëj dhe një brand tjetër botror, Armani, Versace, me njëherë të çon ke Chaneli sepse është klasike e Chanelit, e sjell në versione të ndryshme për shembull dhe Jonita për shembull direkt më kupton këtë gjë është e Chanelit. Por është shumë delikat Chaneli për të bërë, sepse ne shpesh herë shohim Chanelin bardhëzi dhe mendojmë sikur është e thjeshtë për të bërë. Të dish të bësh të thjeshtën, e ke shumë kollaj për ta bërë atë më ndërlikuarën dhe atë më ekstravagancën. Sekreti i një profesionisti të mirë është gjithmonë ajo që të dish kodin e sekretit që të thotë thjeshtësia. Mundova të sjell sa më shumë cilësi, por thjesht ajo dy ngesë të vogla për diçka të fundit, pasi modele nuk më erdhi në provën e parë, edhe unë e bëra në provën e fundit, edhe pjesa e modeles ka pak problem. Këtë dim që për me dash me bo diçka për Chanel është shumë vështirë se nuk mundesh me dalë komplet për linjave të Chanelit. Edhe ajo që kom dash me pru në stil temin është ekstravaganca, qarja në pantolona anash deri te ranja e vitheve, kronolina anash, dekolteja e gjoksit pak a shumë e hapun, egzagerimi i golfit, jakës pak më e madhe. Thjesht kom dash me pru një Chanel, po një Chanel pak më ekstravagant, me thonë ashtu. Të përshë vetëm nga Drenusha ndërkohë që shpjegon. Sepse e ka nga vendi. E ka nga vendi, ndjeni pra. S'është që është për vendi tempo. Si e po, Drenusha o dashuru me këtë veshje si e po, dhe di pse e dita që është e jotja. E jep që është një energji karakteri jam, kallëzën që ka përbaj. I gjithë shpjegimi që i bëre veshjes ndihet, është për mua tipike Chanel alla Arbrian, më vjen. Është tamam. Është shumë e vërtet. Arbriani ka këto detajet e veta shumë ekstravagante që vjen re me njerë. Por në njerë këto pikat e forta të ekstravaganca që ju keni me një fjalë të përdorura ke Chaneli, për mendimin tim janë shumë çip. Ja 2 cm më poshtë.
Femra e Chanelit është një femër klasike, një femër ekstravagante, një femër e sigurt, një femër moderne, një femër që ka shumë personalitet, por jo vulgaritet, anti-vulgaritet. Në momentin kur Joni e komentoj veshjen teme dhe cilësoj veshjen teme si vulgare, nuk po kam formë me spjegu se sa mu dok jo e drejtë, se në momentin kur na ka dhënë tema, nuk kem pas frenimet mdoja, na i kem dhënë frena vetit, se dim që Chaneli ka linjat e veta, po kur na kanë dhënë temën, neve na kanë dhënë që na duhet me pru Chanelin në stilin tonë, në diçka të papam. Në fakt, është goxha transgresive. Nuk e di se sa mirë qëndron ajo hapja e madhe në pantalon me këtë lloj stofi, sepse bie pak në kontradikt. Copa me hapjen e madhe. Gjithsesi, është evidente, është shumë Chanel, është shumë ti, dhe për këtë të përgëzoj. Për mua është një veshje e bukur, po pyetja është, a e merr Chanelin në punë Arbrianin me këtë veshje? Mua personalisht më pëlqen, Chanelit i pëlqen. Do ta merrte Versace se sa do ta merrte Chanel. Pranohet edhe Versace. Faleminderit Arbrian. Do. S'ka lidhje, veç me punu tiko. Chaneli i Italisë, si mund ta quajmë. Okej. Faleminderit. Që merë mirë se që ajo është që kom dashme në me përqu në veshjen tem. Kom dashme ka dhëzu që nuk kom dashme një ik linjave të Chanelit, po kom dashme prua këtë stilin tem. Në këtë veshje e kom pas muzë Princes Diana, kom pas qef që me ko një veshje mbretërore në stil Chanelit, po të njëjtën kohë dhe në stil temin, që i kom përdor prap detajet e këto. Dhe kom përdor edhe rrethin për kokë, që jam inspiru prej Jonites. Edhe kështu edhe plisena dhe këtë prerjen që më karakterizon edhe mua të njëjtën kohë. Okej, unë të përgëzoj që dole nga Ezeza njëherë. Edhe qëllimi ka qenë me dal nga Ezeza. Më në fund po të shoj me ngjyra, megjithatë unë prap dua të shoh më shumë nga ti. Nuk e kuptoj pse nuk ka asnjëherë mbi gjuhë një fustan, pse nuk ka krajë, pse nuk ka një dekolte. E kom pas veshën e tretë, më duket e kom pas deri këtë. Okej, po kratë, po dekolteja, nuk shohim asgjë të tillë. Nuk do i shohim fare këto? Jo, patjetër që. Do i shohim edhe këto, okej. Patjetër që po. Unë do doja të thosha diçka. Ju jeni një vajzë shumë e talentuar. Dhe keni treguar që javët e para. Por në këtë rast, parafërsisht ideja e parë që shoh kjo veshje është një koleksion tjetër i Chanelit që kanë titulluar Bombay, që e kanë bërë në Indi. Në rast se futesh në internet me një fjalë ngjyrat apo linja gjërat që ke ndjekur të çojnë kjo ide. Por realizimi dhe mënyra se si ju e keni sjell më duket më tepër sikur është një personazh i këtyre telenovelave turke, se sa është një modele e Chanelit. Se ta tha, jo pa qëllim ta thash që në fillim që jeni një vajzë e talentuar. Unë vetë personalisht, nga java në javë pres shumë nga ty, sepse je shumë e aftë. Faleminderit. Dhe mos u komplekso nga temat apo nga gjërat, mere, bazohu pak e një temë, por duhet japësh atë që ti ke brenda vetes, që unë jam i sigurt që e ke. Faleminderit. Jonida? Unë pata me njerë atë impaktin e veshjes të bukur, të realizuar mirë. Ishte dashuri me shikim të parë, edhe të përgëzoj, ti nuk është gënjen asnjëherë. Më pëlqen. Sigurisht i jap të drejtë edhe Jonit, në mënyrë absolute që ka ngjashmëri me Chanelin, ju duhet të nxirrni pa personalitetin tuaj. Përdor materialen, për çfarë po ma merr mendja. Ndoshta aty fokusohemi të gjithë. Megjithatë, ti vazhdon të bësh punë shumë të bukura. Faleminderit. Për me ke love at first sight, dashurin shikim parë. Jemi shiku me Joniden edhe... Po komentonim fshehurazi, pa na dëgjuar ju. Spari, rrethi, shkon... E kompleton veshjen. E kisha vesh si palto, si fustan, si edhe ngjyra këpucave, nude, po më pëlqen që e ka të njëjtën nuancë si fustani. Gjithçka është amazing. Detajet, everything. Faleminderit. Po, e vlerësova komentin e dhe nuk që shumë që më tha, ka qenë veshja që kom rënë dashurime që kem të parë, edhe mu të nuk që më pëlqen shumë si dizajnere, kështu që e vlerësova shumë komentin e sa.
Atëherë, inspirimin më të madh prej Chanelit e kom marrë në gjaketën, që kom dash me pru në versionin tem, pak ma lus, ma komode në bazë pikpamjeve të mia, edhe që tha dhe Joni ma herët, thurja është një pej identitetit Chanelit, edhe dash ta me pru në versionin tem. Kjo gjaketa që përsheni është krejt thurje pundore, edhe fijet metalike, janë krejt preme me dorë. Gjepat i kom marrë prapë se identitet Chanelit për me pru, mi gërshetu bashk me frymën tem. Edhe qëto janë pe 4 ditëve, 3 ditë e gjysë punë, krejt tjerët i kom bo, për gjysë ditë e kom bo premja dhe qepja e di që ka pak defekte në qepja. Po e kom pas, përsëris e kom pas fokusin në thurjen, se për mu që teknika e bën Chanelin Chanel, teknika e punës kreative. Ti meritoj një bravo të madhe njerë për gjithë punën e dorës që ke bërë, qofse për të krijuar një veshje Chanel, merret me njëherë ajo copa me thurje dhe do krijosh diçka ti e ke thurur vetë të gjithën. Është diçka e krijuar tërësisht nga ti, kështu që meriton bravo të madhe për këtë. Kjo është moda e fundit, dhe në koleksionet e fundit World Fashion Week që ka qenë tashmë, dhe në Milano dhe në Paris është shumë moderne thurja e copës me materialin. Dhe të përgëzoj për këtë sepse është trendi i fundit që është futur këtë vit dhe do të jetë akoma më tepër vitin e ardhshëm. Të përgëzoj sërisht për sa i përket durimit tënd për ta mbritur dhe për ta bërë këtë, sepse nuk është kaq e kollajshme. Duhen njerëz me eksperiencë shumë të madhe për ta mbritur pastaj në perfeksion këtë veshje. Ju e keni mbritur goxha mirë, por nuk është ai perfeksioni që mund të pretendohet. Por është shumë e rëndësishme që të marrësh sherita cope dhe t'i kthesh, t'i bësh në material ku mund të presësh dhe t'i japësh linjat e caktuara. Kjo është goxha e vështirë dhe kërkon me fjalë njerëz goxha ekspert dhe profesionist. Mendoj që je në rrugën e duhur, mbaje dhe personalizoje këtë lloj forme, këtë lloj punimi tëndin, duke sofistikuar shumë, sepse ke sjellë dhe linjën e jakës Chanelit, por nuk duket shumë Chanel se sa duket më shumë gjëja e jotja. Realizimi është në perfekcion, por sipas shijes time personale nuk është ndër veshjet që unë parapëlqej. Është shumë vintage. Gjithsesi, ti ke kryer një punë shumë të mirë, kompetentët, më saktë Joni, edhe ftuara speciale, mund të flasim për detajet e tjera. Është një classy woman, që kom dash me pru prej Chanelit. Mua sarova pak prej që ati komentit Jonidës. Nëse i shkon tema me bu një veshje për Jonidën, atëherë kisha mujt me marrë për bazë komentin e saj, që s'po më pëlqen mu. Po është një veshje me një temë saktume, edhe nëse unë e kam një koncept qartë edhe du me punu për qëtë koncept, nuk përnet me më thonë mu s'po më pëlqen edhe për qëtë arsye unë po të votoj ma pak, se s'ka sens. Është shumë subjektive edhe shumë jo racionale. Kishe pas ma shumë kohë, di që kishe realizu perfekt. Shumë kalon për shtypje, sa që veshën e parë, në fillim, kom shku të gjaketa jote. Thurja, koha, durimi, edhe energjia pozitive se dush me pas energjia dhe shumë të mirë për me realizu këtë veshje, e sidomos edhe nerva. Kom kalu në për do kriza. Po, edhe po vreja që shumë pozitive. Pak për këmishën nuk jam e sigurt, po nuk është diçka që këmisha e plotëson veshjen. Gjaketa është nuk kam fjalë. Veç të kishe pas ma shumë kohë, të kishe pas astar, ma të fort, a që ka do qovë, janë disa defekte që vetëm koha pak më duket që ka stagnuat. Po, e di që ka halo hapësirë më ndrejsh, po në qatë po e kom bu. Sepse kjo është një veshje që fare mirë, jo quhet, por futet automatikisht tek veshjet që janë haute couture. Kjo është veshje haute couture. Po. Që është realizuar me dorë. Faleminderit. Kur i mora komentet e juris, krejt kem pozitive për mdokët, edhe mendova që jam top. Merdë mirë që kanë mëri me pa punën e dorës, detajet që i kam shtin veshje. Edhe më bënen mirë më një që ato komente. Okej, ne ju falenderojmë edhe njerë të gjithve për punën e bukur që keni bërë, por tani do t'ju lutesh të largoheni që ne t'i shohim edhe modelet nga afër. Tani mund t'i shohim edhe veshjet nga afër, jemi vetëm për gjykuar ftohtë. Hajdeni.
pëlqen dhe ky zari. Shumë ekstravagant, shumë ai. Me këto pikat e forta. Sa do ishte plotësuar kjo si veshje, po të kishte edhe astarin e që pjesën. Pak më të fortë, se vetëm që të pjesën që të pak, se kështu është. Mund të kishte një gjysmë astari, jo astari plot, se këto duhet ndërtuar, qepet nga tjetër. Është punim dorë, po është. Po është për. Ky lloj punimi është punimi që është shumë trend tani. Është moda e fundit fare dhe nga koleksionet që janë bërë edhe në Paris edhe në Milano. Por, më kupton? Cilat konsiderojnë këto si defekte? Këto jetë ndoshta pak më të lirshme? Për shembull bashliku që qëndron. Nuk është e kurosur dhe mirë. S'është vetëm çështje kurosje, por ndoshta ka nevojë prenda për ngjitse që qëndrojnë bashkë sepse është materiali shumë i delikat. Por është ky lloj punimi është një mundësi që të krijon si luash edhe me ngjyrat. Ku është problemi? S'ka ke probleme. Po frazelinërat. Kërkon astarin nuk përdoren këto frazelinërat për shembull kështu, më kupton? Më pëlqen mënyra se si ka vendosur dhe ka fileton që e ka kuruar pak më shumë, por në tilla rastesh për shembull, duhet të jesh shumë i kujdesshëm sepse krijohen shumë trashësira kështu dhe bëjnë veshjen pastaj që humb elegancën. Ma herë thash 2 cm, po ndoshta deri shiton. Ishte mbyllur. Asnjë kliente nuk e blen ke Chaneli. Sepse do vi e bie në Ballkan. Ide me temën, po. Por ama për mua Arbriani ishte ai që solli më shumë veten dhe temën. Shumë pastër. Arbriani blihet për tu vlerësuar me fjalë puna dhe gjëja, por, më kupton? Këtu unë do i kisha preferuar për shkak monga të ishte më i gjatë dhe të kishte patur një kapakun e saj për të evidentuar më shumë. Me qenë më e lirshme. Prisen e mongës. Ishte më e dukshme. Pak më e dukshme. Okej. Faleminderit vajzave, faleminderit modelet. Ndërkohë, ne kemi kohë të konsultohemi edhe një herë për veshjet. Çfarë mendoni nga fillimi deri tani? Keni ndryshuar në një mendim? Renusha tani që i pe dhe nga afër? Vazhdon të qëndrosh atyre vendimeve të para? Sa i përket pastërtisë, koha e shkurt, janë disa detaje që duhesh ndoshta prej fillimit me qenë e përgatitur, që mos më ardhë në fund se momentin kur e realizon veshjen, e kia binjen, e përfundova, edhe mandi smirësh me detaje tjera. Po gjithmonë duhesh me fillu prej vetës çka mendon ti si klient. Nëse e vesh atë fustan, apo atë veshje gjaket çka do qoftë, mrenda qysh është pasërtia, qysh është realizimi, qysh është komoditeti. Atëherë përfundimisht, jemi të gjithë në një mendje për më të mirin dhe më të dobtin e kësaj jave? Mendoj se po. Po. Okej. Le të vinë stilistët. Mirë se erdhët sërish stilist. Ne u konsultuam edhe një herë për herë të dytë me njëri tjetrin, i pam edhe modelet edhe punimet tuaja nga afër. Për të qenë sinqert, nuk ndryshuam asnjë gjë nga pikët që vendosëm për ju fillimisht. Jeni gati të mësoni se cili është fituesi dhe cili është më i dobti i kësaj jave? Arbrian. Je i shpëtuar. Në momentin kur mu ma thërën emrin, nuk e brita që kam e konjoni për të eliminumpe, po e dita që jam i pështu më javës. Alberta. Je shpëtuar. Po menoj që kam halo me jep. Halo se kom jep 100%. I kam në të me Arbrian. Më kapën me to që ka që koleksionet të tëre. Erion. Ti e fituesja. Shumë faleminderit Gjime. Urime, Erion. Them drejtë jam shumë i lumtur që fitova sepse doja ta lidh edhe pak me një fatkeqësi që më ka ndodhur në gjyshin.
Ka ndru jetë ditën e pente dhe çdo zëna do më thënë që më ka dhënë gjyshi për sa i përket xhaketave, e kam nga i edhe. Normalisht që do bëja super punë. Unë prita që kom e fituën. Që mendova që e kom trajtu teme mas mire dhe më pëlqej që e kom pru. Kesh është gënjyme prej rezultateve. Për mendim të ambeshje që ka duke me fitu, konë veshja Labintinës për shkak se ka pas shumë dërthurja edhe ka pas një teknik brenda vetës që edhe Chanel-i ka. Bravo! Hajde pak që ishte veshja Labintinës edhe Geraldinës ma do të shaurime në shumë vërinderit. Asë së Jemi me 2 vajzat në fund. Njëra prej jush sot do të largohet përfundimisht nga gara, por nëse mund të bëj një koment për t'ju ngushëlluar secilës, kushdo nga ju të dyja të largohet sot, është në fakt e dyta më pak e votuar, sepse më pak e votuara ishte Vjosana. Ajo që do të largohet sonte përfundimisht nga gara është Geraldina. Laventina, ajo që ty të shpëtoj sot ishte puna e madhe që ke bërë, po ndoshta do duaj akoma dhe më tepër kohë për ta përfunduar dhe për ta kuruar veshjen ashtu siç duhet. Gjithsesi u vlerësua puna jote e madhe sot. Unë e dije që do eliminohem pasi i nejta korrekt Coco Chanelit nuk sjella shumë kreativitet tek veshja ime. Unë ka shumë e kënaqshme dhe mendova që kam pru një punë shumë të mirë. Dhe në ato momente më kujtu se para 2 ditëve e këshyra dokumentarin e Coco Chanelit. Edhe Coco ka dështu disa koleksione ram për shkak se tjerëve si ka pëlqyer shija vet. Po ajo gjithmonë ka pas besim vete, edhe pse ka dështu sa herë, sa koleksione s'pedi, s'ko majt mend. Prap i ka qëndru besnike stilit vetë, edhe s'po dua së tonë me ndiku që 2 herë jam në bottom. Dhe pasi jam po në bottom. E treta nga bottom i vjetë këshin atërë, sepse i vjetë e para në bottom, Geraldina e dyta në bottom, e treta të në bottom. Në fakt, unë e thash edhe më parë, po e përsëris edhe njerë, ti nuk isha në fakt më adopta e kësaj jave. Megjithatë, Vjosanën e shpëtoi imuniteti. Po të larguar kemi çdo javë, kështu që. Larguar sigurisht, megjithatë, ti ke bërë punë shumë të bukura deri tani. Mua më vjen mirë që e ke marrë me optimizëm. S'ka asgjë. Ky është thjesht mendoj një eksperiencë shumë e bukur, vazhdo. Jeta ka dhe humbje dhe fitore, kështu që. Patjetër. Suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. A jeni ju? Jam nga Burreli. Burreli. Edhe unë turoj shumë sukses. Shumë faleminderit. Mos harro që vjen nga Burreli kurr, por kujtoj që të vish në Tiranë dhe të fillosh punë si stiliste këtu. Këtu jetoj, kështu që. Patjetër. Geraldina, faleminderit. Faleminderit. Suksese dhe shihemi në projekte të tjera. Kur ma pozitivisht nuk ka ardhur dikush me eliminim. Jeta ka dhe humbje të fitore, kështu që. Po, pse duhet ishte? Ai do e marr në fundit. Okej. Ti edhe mund të marrësh fare, po. Kurimi thotë. Për më ti pra. Metër. Qa të bëj tash pa metër. Merë shumë keq momentin kër o eliminu Geraldina se thjesht më shku në mendime shumë kujtimet me Geraldine që i kam edhe sa nga simit që i kom po me ta dhe kam mungu metre normal, po qëto e në sfidat, ndikush rënë, ndikush te. Më edhe shumë keq me eliminuar Geraldina, sepse Geraldina ka qenë shumë e sakt të puna, përqete procesi të punës që bënte, si është janë qështë shijes që dikush si përqenë, dikush si përqenë. U mërzita për Geraldinën që iku normal nga që ishte dhe më thënë që rinim bashk. Mirë po e ndjeja edhe ja kështë thënë gjatë gjithë javës Gerës që bëj diçka sepse duket shumë e parë. Eliminimi nuk është i keq, do me thënë, kur u mërzitën të gjithë në prava skenë, unë ndërkohë nuk u mërzita, sepse në çdo vështirësi në jetë do ta marrësh me një buzëqeshje, pasi jeta ka dhe humbje dhe fitore. Pse e ka që lumtur? Sepse, na e thëmë dhe sepse kam një vit që s'punoj, edhe të fillosh pas një vit të punë, do me thënë një vit smur, është gjë madhe.
Unë ju falenderoj edhe ju të treve që ishit krahë meje sot, Joni, Jonida dhe Renusha Xhara e ftuara speciale për sot. Faleminderit. Bashkë do të shihemi sërish javën e ardhshme me një tjetër temë mjaft interesante dhe me punë shumë të bukura të stilistëve tanë. Mirupafshim. Për mua kjo garë ka qenë eksperiencë, ka qenë kënaqësi, pasi e kupton, pasi kalojnë javët edhe arritet që të provoj shumë gjëra nga vetja ime, që të ta kap copën, të ndihem tamam si një stiliste. Pasi në Shqipëri ne stilistët e ri të paktën nuk ndihemi shumë stilistë, sepse na trajtojnë thjesht si rroba qepsa, ndërkohë që ne bëjmë skicën për herë dhe qepjen dhe stilimin. Ju do të krijoni veshjen për personazhin e kopertinës së dimrit të revistës Living. Personazhi që do vishni për kopertinën e dimrit të revistës Living është Jonida Maliqi. Jam shumë e lumtur që do bëjmë çuditëra në editorialin e radhës. Mendoj që as kërkush nga ju nuk e ka kuptuar kush është Jonida Maliqi. Kjo ju vërteton që ju përgatitjen si stilist e keni zero. Tek disa nga stilistët të pash Jonidën para 10 viteve, por ndërkohë pash dhe Jonidën aktuale. Veshja jam të dashur kur krahasu me veshjen e Martele. Po doni kam për të qefuar. Po doni kam se për sakt të shoh. Po shoh vetë Nuk keni mbritur atë maksimumit të gjës për sa i përket Jonidës. Është shumë masive. Unë gja ty tek femrat e kolme. Mos rrezikojmë që të dalë më e shëndetshme se që jam. La sensazione che il vestito così come se la parte di sopra non avesse niente a che fare con la parte di sotto. Njëri prej jush sot do të largohet përfundimisht nga gara. Ora, unë nuk mundem.